Gjykatës ka inkurajuar hetimet, pra sidomos prokurorinë e posaçme, ka qenë mbështetës, paktën këtë kam kuptuar unë në publik, madje në disa raste ai i ka nxitur ato, kam këtu në konsiderat rastin e zotit Ahmetaj, ku ai u shpreh në një dalje për mediat, ka qenë besoj para Partisë Socialiste, ku ka thënë që pyetës gazetarëve, ai i tha që nëse unë do të isha në krye të SPAK-ut ose do kisha të çështje, do kisha bërë më shumë se kaq për zotin Ahmetaj. Ndërkohë që vim edhe tek rastet e tjera, pra edhe tek rasti i zotit Beqaj. Pra ai është distancuar, edhe pse ka pasur një lidhje të hershme me zotin Beqaj, pra me çfarë kemi marrë vesh në media, ka qenë shok fëmijërie, basketbolli e tjera me radhë, ai u distancua hapur nga zoti Beqaj. Pra ka ruajtur linjën, gjë e cila ndryshoi. Pra ka ruajtur një linjë të tillë, ndërkohë që me zotin Velia e kaloi akoma më shumë. Pra ai ndikoi në një pushtet tjetër, si ai lokal, ku bëri mbledhje me anëtarët e Këshillit Bashkiak, të cilët ishin zgjedhur nga qytetarët, ka bërë mbledhje me zëvendëskryetarët e bashkisë, me drejtorët e bashkisë, dhe i ka kërkuar në mënyrë të hapur dhe publikisht që të shkarkohet nga detyra. Pra ka qenë fillimi i shtatorit. Ndërkohë që me zonjën Balluku ndryshoi komplet një qasje, të cilën e deri pak më parë na dukej normal, pavarësisht se me zotin Velia ai kishte një ndërhyrje të hapur të një pushteti tjetër. Ndërkohë me zonjën Balluku nuk e di se çfarë ka ndodhur. Pra, nëse zonja Balluku është kaq perfekte për sa i përket detyrave të saj funksionale, pra si Ministre e Ekonomisë dhe Energjetikës, apo si zëvendës kryeministre, e cila i ka bërë, ndoshta i ka bërë punët më të mira zotit Rama, duke qenë se ka pasur një sër ministrash në këtë detyrë më para, dhe është e pazëvendësueshme, apo ka ndonjë opcion apo problem tjetër lidhur me marrëdhënien që ata kanë midis tyre. Megjithatë, në kalimin e kohës ne do të kuptojmë se çfarë ka realisht zoti Rama me zonjën Balluku që e mbron kaq shumë, domethënë. Edhe kur filloi puna e firmosjes, që i ka ngelur për të firmosur, si duket zoti Rama nuk firmos fare, i firmosin gjërë aktet zëvendësat e tij, apo edhe për të shkuar në Kanada, nuk e di se çfarë kishte zonja Balluku. Duhet parë në ditët apo në vitin e ardhshëm ne do të shikojmë se çfarë do të ndodhi mes kësaj marrëdhënie, por edhe me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Një tjetër çështje shumë e rëndësishme sot me lidhet me zotin Veliej, ku gjykata e posaçme ka rrëzuar dy kërkesa të tij. Së pari, për t'i dhënë akses të njëjtë me dosje në burg totale, pra full të saj, si dhe gjatë seancës gjyqësore që të mos qëndroj jashtë kafazit të qelsh, gjë e cila në fakt nuk është marrë në konsiderat. Megjithatë, pas rrëzimit për disa të herë të kërkesave të tij, Velia vendosi të mos mbrohet më nga Artan Gjermeni. Në këto kushte, gjykata i caktoi një avokat kryesisht, e cila duhej të njohë nga pika zero dosjen afro 60.000 faqe ndaj kryebashkiakut të Tiranës. Është një kërkesë e lishme. Pra, unë e kam thënë dhe më parë, kemi qenë bashkë javën e shkuar, lidhur me kërkesën, së pari kërkesa e parë për të dalë nga kafazi. Që do të thotë, nuk ka asnjë përcaktim ligjor që i pandeuri, ose ai cili është personën e tim, por është në fazën e masës së arrestit, pra do t'i komunikohet masa e arrestit dhe futet në një kafaz, qoftë kafaz i qelsh, pra gjykata e posaçme ka një kafaz transparent xhami, ndërkohë që gjykatat e tjera kanë një burg. Pra aty nuk ka përcaktim ligjor. Pra edhe nëse ne i referohemi kodit procedurës penale, edhe nëse i referohemi ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatave, nuk gjejmë në asnjë dispozit ligjore përcaktimin që i pandeuri